Përshëndetje shikues të nderuar dhe mirë se vini në kallëzo për një me. Kjo është zona kufitare mes Kosovës dhe Shqipërisë. Në këtë zonë janë disa rrugë ilegale, në të cilat qarkullon kontrabanda. Por mas shumë të kjo zonë është e njohur për shkak se këtu qarkullojnë refugjatët nga Siria dhe vendet e tjera të krizës, të cilët rrugtojnë për në zonën e Evropës. Në një hulumtim që e kemi realizuar, kemi arritë të nxjerrim prova dhe fakte se grupet e krimit organizuar për një kohë të gjatë kanë arritur që t'i kontrollonin këtë zonë duke përdorur kërcënimin dhe armët, duke i obliguar më pastaj refugjat prej Sirisë, Afganistanit e vendeve të tjera që me pagu haraq për çdo kalim të cilën e bënin në zonën e vijës kufitare në mes Kosovës dhe Shqipërisë. Dhe disa pamje që i kemi siguru në rrjetet tona, kemi arrit me kuptu që rrjetet e krimit të organizuar shfaqen në këto pamje tek patrullojnë këtë zonë kufitare mes Kosovës edhe Shqipërisë, duke përdorur edhe armë gjata, përfshirë këto Kalashnikovt. Pamjet që do i shihni janë barë afër liçenit të Vërmicës, pra në zonën ku edhe jemi ne. Në to shfaqet një person i armatosur, i cili mban një Kalashnikov në dorë dhe arrin me mbikëqyr zonën. Krejt kjo për me kontrollu nëse këtë zonë janë duke kalu refugjatët. Ky person i cili shfaqet në këto pamje nuk është një shtetas i Kosovës, mirëpo prej asaj që kemi kuptuar ne, vjen nga Siria dhe është pjesë e një rrjeti ndërkombëtar të trafikimit të migrantëve, të cilët janë vendosur në këtë zonë në vitet e fundit. Pamja të cilën e kemi ndjekur shikues të nderuar është nxjerrë nga telefoni një personi i cili është arrestuar nga prokuroria si pjesë e një rrjetit të kontrabandës me migrantë. Shtetasi që ka përdorur telefonin dhe i cili edhe e ka filmuar këtë ngjarje është një shtetas sirian dhe është pjesë e një grupi që ka operuar në zonën në cilën na ndodhur. Pra, në zonën e kufirit midis Kosovës edhe Shqipërisë. Të dhënat e shumta të autoriteteve na tregojnë që kontrabanda me njerëz në vendet e Ballkanit perëndimor ndihmohet nga banorët lokal, por në të janë të përfshirë direkt edhe anëtarë të grupeve të kontrabandistëve nga Siria dhe Maroko. Këto grupe shikues të nderuar janë pjesë e një rrjeti të krimit të organizuar, i cili garanton që në këto zona me qarkullu mira njerëz në mënyrë ilegale. Sipas të dhënave të autoritetit të sundimit të ligjit, këto grupe llogaritet që fitojnë miliona euro nga organizimi i rrugtimeve të refugjatëve dhe nga haraqi i cili zhvillohet në vijat kufitare. Gjatë këtij emisioni, do shpalosim të dhëna të frikshme, të cilat na tregojnë që zonat kufitare të Ballkanit në disa raste janë marrë në kontroll nga rrjetet e kontrabandës, të cilat kontrollohen kryesisht nga shtetas të Sirisë e të Marokut. Vërmica, këtu ku jemi ne, është njëra nga zonat e cila është kontrolluar nga këto grupe. Aty, sipas të dhënave të cilat i kemi siguruar, operonte një grup i cili tashmë është prapa grilat. Ky grup është arrestuar në disa operacione të policisë së Kosovës. Në pamjet filmike që ka siguruar emisioni ynë, vrehen anëtarët e grupit, të cilët ndajmë armë dhe shfaqen hapur të armatosur me Kalashnikov e me mjetet e tjera luftarake.